Në shërbimin e kardiologjisë invazive këtu në Spital Prizrenit kryhet procedura e koronarografisë dhe PCI stentimit. Deri tani nga qershori i vitit kaluar janë punuar diku 640 raste koronarografi, prej tyre diku 230 PCI stentime. Deri tash nuk kena pasur asnjë komplikim më të vogël, gjithçka ka shkuar sipas pa komplikime. Na deri para një muaji kemi punuar me listë të pritjes të regionit Dukagjinit, ku kemi pas pacient nga Peja, Klina, Istogu, kurse muajin e fundit kemi pacientë edhe nga Podujeva, Gjilani, Prishtina, Kaçaniku, pothuajse nga gjitha komunat e Kosovës. Pajisja është e fjalës fundit, angiografi, dhe gjitha fillimisht ne është bërë përgatitja e sallës. Mundemi të themi që në nivel të Kosovës, po edhe në nivel ballkanik jemi konkurrent sa i përket pajisjeve dhe kushteve të punës. Kemi sallën e kateterizimit siç e patëm më herët, i kemi 5 shtretër për pacient.